Standardet e zgjedhjeve në Shqipëri do të jenë në qendër të një seance të Komisionit Amerikan të Helsinkit që do të mbahet më 6 maj. Komisioni që bashkë drejtohet nga një kongresmen dhe nga një senator amerikan, Christopher Smith e Benjamin Cardin, rrallë organizon seanca të posaçme kaq pranë zgjedhjeve, por javën e ardhshme ai do të mbajë një seancë dëgjimore për Shqipërinë për të diskutuar për zgjedhjet, por mbi të gjitha për faktin se që tani standardet zgjedhore janë poshtë pritshmërive. Pavarësisht progresit, Shqipëria vazhdon të hasë probleme në ndërtimin e institucioneve dhe praktikave demokratike, përfshirë respektimin e ligjeve. Ndërsa Shqipëria përgatitet për zgjedhjet parlamentare në qershor, kjo seancë shpreson të vlerësojë shkallën në të cilën progresi ka nisur të bjerë poshtë pritshmërive në vend dhe ja shtidhe se çfarë mund të bëhet për të përshpejtuar rrugën për reformat e mëtejshme. Për sa i përket qeverisjes së mirë, thuhet në njoftimin zyrtar. Në seancën dëgjimore do të flasë edhe Filip Rikers, vendës dimës sekretari për çështjet europiane dhe euroaziatike. Dy nga seancat më të rëndësishme të këtij komisioni janë realizuar për zgjedhjet e vitit 1996, por edhe përpara zgjedhjeve të vitit 2005. Komisioni i Helsinkit ose AI për sigurinë dhe bashkëpunimin e Europë është një agjenci amerikane që monitoron progresin në zbatimin e parashikimeve të marrëveshjes së Helsinkit në vitin 1975.